Rekordet që u vendosën në ndeshjet mes Interit dhe Barcelonës në Ligën e Kampionëve. Gjysmëfinalet mes Interit dhe Barcelonës kanë prodhuar dy nga ndeshjet më interesante dhe më të zjarrta në historitë e Ligës së Kampionëve, teksa janë regjistruar disa rekorde nga lojtarë të ndryshëm të dyja skuadrave. Rekordi i parë është ai që sjell 13 gola nga dy ndeshje, duke barazuar rekordin e ndeshjeve me eliminim direkt në Ligën e Kampionëve, të mbajtur nga Liverpool Roma në edicionin 2017-18 dhe Bayern Munich Sporting Lisbona në edicionin 2008-2009. Lautaro Martinez shënoi të martën golin e 9 këtë edicion në Ligën e Kampionëve, duke barazuar rekordin e Hernan Crespos nga sezoni 2002-2003 si lojtari me më shumë gola i Interit brenda një edicioni në garën elitare evropiane të klubeve. Portieri Jan Sommer bëri 14 pritje në të dyja ndeshjet gjysmëfinale kundër Barcelonës dhe vetëm Jan Oblak me 16 pritje nga ndeshja Atletico Madrid Bayern Munich në edicionin 2015-16 bën rekord më të mirë se sa portieri i Interit. Denzel Dumfries u bë vetëm lojtari i 4 në historinë e Ligës së Kampionëve që shënon dhe asiston 2 herë apo më shumë në një ndeshje gjysmëfinale, pas Alessandro Del Pieros në vitin 1998 dhe Mohamed Salah dhe Roberto Firmino në vitin 2018. Lamine Yamal kompletoi gjithsej 14 driblime të suksesshme kundër Interit të martën brëma, duke u bërë lojtari i dytë më i mirë pas Neymar Jr me 15 driblime kundër Atalantës në vitin 2020. Rafinha me 21 gola dhe asistime barazoi rekordin e Cristiano Ronaldos në edicionin 2013-2014 për më shumë përfshirje në gola në një sezon të vetëm të Ligës së Kampionëve. Për këtë dhe lajme tjera interesante rreth futbollit ndërkombëtar, vizitoni portalin telegrafi.com.